A ke mendu ndonjëherë për mëkatin që në vendin tonë njihet me termin haram? A ke mendu ndonjëherë se çka të bën mëkati edhe cila është fuqia e mëkatit në jetën tonë? Mëkati është çdo veprim, ndjenjë apo mendim që shkon kundër standardeve të Perëndisë. Ai e përfshin shkeljen e ligjeve të tij, duke pa ato që është e drejtë në sytë e tu e gabuar në sytë e tij. Mëkati nuk është vetëm diçka që bën. Mëkati është diçka që bën në ty. Ai nuk ndalon te veprimi, por ai fillon ta formsoj mendjen, zemrën edhe karakterin tënd. Në fillim duket i vogël, i padukshëm, i kontrollueshëm, por me kohë fillon ta ndryshoj jetën tonë nga brenda. Mëkati ta turbullon të vërtetën dhe fillon ta quash të keqen normale, ta mpin ndërgjegjen dhe ajo që dikush qetësonte, ma nuk prek. Ta ndon zemrën nga Zoti, nga të tjerët, madje edhe nga vetja jote e vërtetë. Ta dobëson vullnetin dhe ajo që mendoje se e kontrolloje, fillon me të kontrollu ty. Mëkati të premton liri, po prodhon robëri. Premton kënaqësi, po bën zbrasti. Premton jetë, po të sjell vdekje shpirtërore. Pyetja nuk është, a është kjo gjë e gabuar, por pyetja që duhet bësh është, çfarë po bën kjo gjë në mua? Kush po bëhem unë përmes kësaj gjëje? Sepse drejtimi yt sot e përcakton të ardhmen tonë nesër. Këtë poshtë, mos u fsheh mas justifikimeve. Mos e ul standardin për më undje rehat me jetën tonë. Përballo me të vërtetën, sepse vetëm e vërteta sqaron. Drita ka në errësirë edhe errësira se ka kuptu. E pyetja është, a je gati ti me dalë prej errësirës?